Kjo strukturë, e cila ndodhet pas krave të mi në sheshin Skënderbej, tashmë është ngritur. Do t'jetë ky vendi i piktakimit të 40 liderëve të Europës, të cilët pritet të mbërin në Tiranë në samitin 2 ditor të komunitetit politik të Europës. Për 2 ditë radhazi, Tirana do të kthehet në kryeqendrën e takimit të liderëve europian. Një strukturë ngritur në 2 kate është bërgati, ndërsa punimet në sheshin kryesor të Tiranës, ku do të mirëpres të pranishmit, vijojnë. 3 tryeza trumbullakta janë parashikuar, ku do të zhvillohen bisedimet, të cilat do të përqendrohen në disa shtylla kryesore. Seksioni i parë është parashikuar të fokusohet tek çështjet e sigurisë, mbështetja e Ukrainës, si dhe forcimi i aftësive të mbrojtjes së Europës. Një tjetër tryezë e dytë do të vijojë bisedimet me shqyrtimin e mundësive të rritjes së konkurrueshmërisë dhe sigurisë ekonomike, përqendruar në inovacion, infrastrukturë digjitale dhe qëndrueshmërinë energjetike. Dinamika komplekse e migrimit dhe fuqizimi i të rinjve do të jetë një tjetër çështje, si thelbi i bisedimeve gjatë sesionit të tretë. Kjo është hera e parë që ky takim i shtrin punimet në Ballkanin Perëndimor. Presidenti francez Emmanuel Macron pritet të jetë i pranishëm, ndërsa do të çelë edhe dyert e një shkolle të re në Shqipëri në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Në kuadër të samitit të komunitetit politik evropian, me vendim të Këshillit të Ministrave, datat 15 dhe 16 maj janë shpallur ditë pushimi zyrtar për punonjësit e administratës shtetërore të Bashkisë Tiranë, Kamzë, Vorë dhe Kruj, me përjashtim të forcave të armatosura, policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe shërbimit zjarfikës, si dhe punonjësve të sistemit shëndetësor.